Monopatina që përdoren nga fëmijët 9 vjeç apo dhe nga mosha më të vogla duke I vendosur në rrezik për jetën e tyre, ishte pikërisht ngjarja një ditë më parë ku mbetën të plagosur rënd 3 fëmijë, që tregoi sërish rrezikun nga aksidentet ku përfshihen këto mjete. Ekspertët shprehen se nuk kemi asnjë ligj apo nen që parashikon disiplinimin apo ndëshkimin e keqpërdorimit të skuterave elektrik. Nuk ka një legjislacion, nuk kemi një VKM, nuk kemi një udhëzim e cila të disiplinoj mënyrën se si duhet të qarkullojnë këto lloj mjetesh. Jo vetëm do mënyrën se si duhet të qarkullojnë, por edhe mosha, se shpeshherë kemi vënë re për shkakun që përdorin nga minoren. Eksperti I cili mbikëqyri rastin e rënd me 3 fëmijët, shprehet se mosha përdorimit të skuterave duhet të nisë nga 16 vjeç e lartë. Për mendimin tim, këto mjetet duhet fillojnë të përdoren nga mosha 16 vjeç e sipër. Aktualisht organet ligjzbatuese ose policia rrugore që bën mbarvajtjen e trafikut ose përqindjen që ndikon në rritjen e sigurisë rrugore nuk mund të ndëshkojë këta përdorës rrugës sepse e para është nuk ka një bazë ligjore ku të bazohen. Po cilat janë disa nga shkeljet më të shumta që kryen nga drejtuesit e monopatinave? Nuk zbatojnë sinjalistikën e ndryshme, nuk respektojnë sinjalistikën horizontale dhe vertikale, do në qarkullojnë në krah të kundër, ose kundra sensit të lëvizjes, ose vjen re për shembull shpesh herë për shembull edhe në rrugën në autostradën Tiranë-Durrës, kemi bërë re për shembull që përdoren monopatinat, skuterit, gjë që përbëjnë një burim aksidentesh. Lika I sjell shembullin e vendeve perëndimore ku skuterat janë të targuara dhe të pajisura me leje. Në vendet të Bashkimit Evropian, në Gjermani, patinat elektrike janë targuar, janë pajisur me sistem drejtësimi I pamor, ku të bën lehtësisht të konstatuar me 6 orët e natës dhe të përcaktojnë se çfarë kategori drejtimi duhet për këtë kategori mjetës. Ekspertët apelojnë institucione që të hartojnë një draft për disiplinimin e monopatinave, ku të parashikohet deri në eliminimin e tyre nga zonat urbane. Duhet patjetër që organet ligjzbatuese, sidomos Drejtoria e Përgjithshme e Transporteve, Bashkia, Policia rrugore, duhet paraqesë një draft me qëllim që të precizohet, të specifikohet mënyra se si duhet përdorur këto monopatinat, ose qoftë edhe me të ndalohen për të qarkulluar në rrugët, për shembull në rrugët urbane ku kemi fluks të shtuar të automjeteve. Ndër të tjera ekspertët shtojnë se skuterat elektrik duhet të pajisen dhe me siguracion privat, pasi janë mjete që përfshihen në aksidente, duke shkaktuar dëme si tek njerëzit ashtu edhe në ato materiale.